Ne nuk duam të rrim në projekte për tërë jetën duke financuar. Duam t'i ngrejmë si modele dhe pasi të largohemi ne që aty, ato të vazhdojnë dhe të funksionojnë. Po flasim për fuqinë transformuese të ideve, të njohurisë dhe të zhvillimit të saj në vitet që vinë. Po flasim për startupe që nesër do të kthehen në unicorn dhe do vlejnë me $10 milion. Kemi djem nga diaspora, vetëm se ka ardhur Plug and Play në Shqipëri, janë kthyer dhe po ndjekin programin e Plug and Play në Tiranë. Flasim për nivelet shumë të larta në nivel global. ADF-ja në një farë mënyre është bërë hubi apo partneri e nxitjes dhe frymëzimit të disa prej ideve më novatore të arkitekturës. Duke frymëzuar familjen tënde, duke frymëzuar ekipin tënd, duke frymëzuar projektet të cilat ti financon, ti krijon një ekosistem, ti ndikon, ti vë tullën tënde në këtë murin e madh të vendit që po ndërtojmë. Ty që po në ndjek. Për ty që do të inspirohesh. Think big! Sokol, faleminderit shumë që u përgjigjet pozitivisht Stacy Stone për një intervistë në këtë episod të Think Big në kuadër të ADF-s dhe gjithë projekteve që ajo menaxhon. Patjetër që përpara se të flasim për një ekosistem të suksesshëm të këtyre startupeve në Shqipëri, nuk mund të lëm pa folur edhe për rolin tuaj dhe të ADF-s në këto projekte. Kështu që doja t'ju pyesja fillimisht se cila është qasja juaj në menaxhimin e projekteve si Fortitude Ecole apo Plug and Play, Tuma, e tjerë. Qasja jonë edhe që në ato projekte që ju përmendët është ajo identifikimit në tregun ndërkombëtar të modeleve më të suksesshme, të cilat adresojnë problematika që ne identifikojmë bashkë me partnerët tanë lokalisht tu në Shqipëri në ekosistemet ndryshme, jo vetëm në pjesën e startupe, po në pjesën e edukimit, sipërmarrjes, trashëgimisë kulturore, turizmit, leadershipit, që janë dhe fushat kryesore ku fondacioni operon. Këto modele sigurisht nuk merren asnjëherë ashtu siç janë, pra nuk bëjmë thjesht një kopim të modeleve, por ato përshtaten me kontekstin lokal dhe kështu arrihet që të sigurohet një vazhdimsi e këtyre modeleve. Po sipas jush, cilat janë ato sfidat dhe mundësitë më të ndaja kur flasim për krijimin e një ekosistemi të suksesshëm të këtyre startupeve këtu në Shqipëri? Patjetër që ka shumë sfida, por është ajo që është pozitive dhe që na motivon është fakti që gjërat kanë ndryshuar, ka pasur zhvillime pozitive në vitet e fundit. Për të kthyer te vetë startupet dhe pika kryesore që unë mendoj është problematik që do zgjidhet me kalimin e kohës, është mungesa e eksperiencës së startupeve, bizneseve shqiptare për të menduar që në fillim edhe për të adresuar rritjen në nivel global, në nivel të tregut ndërkombëtar. Por nëpërmjet iniciativave siç është bashkëpunimi që ne kemi me Plug and Play
e cila ka një shtrirje globale me mbi 50 zyra nëpër vende të ndryshme, jo vetëm në Amerikë, por në gjithë globin, na mundson që ne të sjellim këto lloj eksperiencash për startupet shqiptare, eksperienca ndërkombëtare, ku pjesa dërmuese e mentorëve, trajnerëve që vinë pjesë e programit dhe bootcampeve për startupet, janë ekspert ndërkombëtar, jo thjesht ekspert profesor të gjës, po janë njerëz cilët kanë ndërtuar vetë startupe, kanë drejtuar inovacionin nëpër korporata apo shtete të mëdha, dhe këtë lloj eksperiencë ndërkombëtare që ne na mungon, arrin që të na e sjellin. Dhe kjo mendoj që është kyç. Më pas vjen pjesa e mbështetjes dhe aksesit në financa, sa më të lehtë për startupet, sepse flasim për kompani të reja apo individ të cilët shpesh nuk kanë mjetet financiare për të çuar përpara idetë të tyre. Mund të kenë ide shumë të mira, shumë vullnet, por që asgjë nuk bëhet pa një mbështetje financiare, ose të paktën deri diku mund të shkosh, po më pas nëse do ta konkretizosh, do të zgjerohet, duhen financat. Fatmirësisht kemi një zhvillim pozitiv në 2 vitet e fundit, edhe qeveria ka ngritur agjencinë për mbështetjen e startupeve, mbështetjen e këtyre bizneseve të reja, e cila ka filluar me financime jo të vogla. Në ekosistemin e startupeve risku është shumë i lartë. Pra investimi është me risk shumë të lartë, shumë prej tyre dështojnë për arsye nga më të ndryshme, por është e rëndësishme që të ketë numra, të ketë mundësi financimi, të cilat sidomos duhet të mbështeten dhe të përqafohen nga biznesi privat. Keni të bëni me shumë të rinj, domethënë të gjitha këto modele janë të mbizotëruara nga të rinj. Flasim për Plug and Play, Ecole 42, Tumon, cili do jetë ndonjë moment që ju doni ta veçoni nga të tjerët, ndoshta moment frymëzues, nga këta të rinj patjetër që janë shumë, por ndoshta ndonjë që ju ka bërë më shumë përshtypje ndër të tjerët. Është absolutisht e vërtet, sepse fokusi edhe mentaliteti edhe vizioni i fondacionit është investimi për të ardhmen. Pra, investimi sot për të ardhmen. Nëse do investojmë sot për të ardhmen, janë fëmijët, rinia, ato cilët do të tregojnë se sa investohet sot, do të tregojnë se sa do arrish të marrësh nesër. Për shembull, mund të përmendim rastin më të fundit të Ecole 42 Tirana, që është një nga iniciativat më të fundit që ne kemi lançuar dhe është operative tashmë në fazën e përzgjedhjes studentëve që do të fillojnë vitin e plot në tetor. Shohim individ nga ata që janë ekspert me eksperiencë në programim në fushën e teknologjisë, por që vlerësojnë modelin dhe mendojnë që mund t'i shtohet vlerë, apo individ të cilët nuk kanë asnjë lidhje, mund të kenë edhe mbaruar një universitet në një fushë, nuk e di, gazetari apo ekonomi, por e shohin teknologjinë si një mundësi për t'i dhënë një shtys tjetër karrierës tyre apo për të ndryshuar karrierën. Madje kemi disa që kanë ardhur dhe nga jashtë, ka dhe të huaj të cilët janë bërë pjesë edhe po konkurrojnë për një vend për të futur në këtë program. Iniciativat tona fillojnë që me fëmijët e klasës parë 6-7 vjeçar, programin Element IT që synon dhe ka futur tashmë në mbi 350 shkolla në Shqipëri dhe numër që do vitet duke rritur në gjithë shkollat fillore dhe 9 vjeçare në Shqipëri, programin e njohjes teknologjisë informacionit si lëndë që në klasën e parë. Më vjen mirë që të dëgjoj realisht impaktin pozitiv nga ju në terma që ju përmendët. Tani kur flasim për të ardhmen e këtyre modeleve, Plug and Play, Tumo, Ecole 42, si e shihni, si është sipas jush? Ajo që ne duam dhe besojmë fort që do të ndodhi, sepse e kemi parë në iniciativa të tjera, edhe në këto iniciativa është që nga projektet të ADF-s dhe të partnerëve të tjerë, këto të kthehen në veprimtari të vetëqëndrueshme dhe të kthehen në shtylla mbi të cilat ekosistemi i startupeve dhe fushat tjera, po me që nëse po flasim për ekosistemin e startupeve, të bazohet dhe të zhvillohet edhe më tej dhe të ketë mundësinë që të kalojnë në një nivel tjetër dhe pse jo të kemi ato që quhen unicorns me origjinë në Shqipëri. Pyetja e fundit që unë dua ta bëj për ta përmbledhur edhe intervistën tonë është pak
jashtë të gjithë këtyre që folëm, po lidhet. Kur flasim për suksesin, si e personifikoni ju? Çfarë është për ju suksesi? Impakti që projektet kanë, impakti në terma numrash, por nuk është thjesht ajo që ne duam masin, nuk është thjesht numri eventeve, numri pjesëmarrësve, apo numri projekteve dhe numri pjesëmarrësve dhe përfituesve, por impakti real në jetët e tyre. Pra ne ndjekim në vazhdimsi, falë dhe jetëgjatësisë së fondacionit, kemi mundësinë që ndjekim vazhdimsi se çfarë ndodh më tej. Për shembull, kemi parë që një nga projektet në fushën e mbështetjes sipërmarrjes, për shembull, është iniciativa me pazarin e ri të vjetër të Tiranës, cili ju nështruar rekonstruksioni, mbështetje për bizneset, për krijimin e shoqatës tyre që menaxhon aktivitetin në pazar, dhe që në fillimet e saj në terma të numrit vizitorëve, po komplet ndryshim të imazhit, që është kryer tashmë një nga pikat më të nxehta më kryesore të vizitorëve dhe turizmit. Pastaj në terma ekonomik, pam rritjen e vlerës pronës, numrit bizneseve, investime nga vetë bizneset, cilat ishin mbi 10 fish krahasim me çfarë ne investuam. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Dua të shpreh kënaqësinë që jemi sot si ekipi Business Magazine dhe i Think Big të zyrat tuaja. Ne zakonisht me emisionin ton Think Big shkojmë tek bizneset, shkojmë te sipërmarrësit, por kësaj radhe ishim shumë të lumtur sepse po shkojmë me një organizat që besoj se në të gjitha projektet që zhvillon e mishëron në vetvete këtë filozofi të menduarit ndryshe, për të zakonshmes. Jam i lumtur që jam sot me zotin Sarapuli, me zotin Mata, një dyshe e pandashme sa herë flasim për ADF-n, një dyshe suksesshme, fituese në leadership për mendimin tim. Dhe pyetja e parë me cilën dua ta filloj bisedën është dua të di pak a shumë nga rrugtimi juaj personal dhe profesional përpara se të arrini tek ADF. Është histori e gjatë, kalon mbi 25 vite, por ne bashkërisht kemi punuar me organizatën e parë që është ajo që e filloi aktivitetin në Shqipëri, me Fondin Shqiptar Amerikan të Zhvillimit, të ndërmarrjeve, AAF, i cili ishte një program, një iniciativë e qeverisë amerikane për gjithë vendet e lindjes që dilshin pas tranzicionit nga regjimi i hershëm në demokraci, dhe si pjesë e këtij programit ne kemi punuar me fondin rreth 25-30 vite. Pra po flasim për vitet 2000. Kemi filluar në 95. Edhe i pari që ka firmosur marrëveshjen atë kohë ka qenë kryeministri i parë kohën e demokracisë, që është zoti Aleksandër Meksi. Kështu jemi shumë të hershëm. Po jo zoti Mata, njësoj, keni qenë bashkë dhe atëherë? Unë jam bashkuar 2-3 vjet më vonë. Fondit, pastaj te fondacioni, pastaj jemi së bashku nga dita e parë. Si ka filluar dhe si ka qenë vizioni fillestar i AADF-s dhe si ka evoluar ndër vite? Se në 15 vite ka pasur shumë ndryshime, besoj. Në rastin e ADF-s, ndryshimet nuk ka pas fare, ka qenë në njëjta filozofi, ishte një iniciativë bashkëpunimi me qeverinë amerikane, e cila u ran dakord kush do ishin fushat e aktivitetit, të cilat vazhdojnë të jenë dhe sot. Besojmë që nuk shohim në nevojë dhe të ndryshojnë. Domethënë vazhdon në njëjta qasje, njëjta filozofi, njëjta fusha aktiviteti që kanë qenë në krijimin e saj. ADF është ndoshta përpjekja më serioze për të ndërtuar filantropi në Shqipëri. Fondi u nis, siç e tha Sandri, me një vendim qeverisë amerikane me një kapital fillestar $30 milion. U investua në për kompani shqiptare, Banka Amerikane, Aeroporti Rinasit, Sigal Unica, TEG, pasaportat biometrike për 15 vjet. Këto kanë qenë të gjitha të pjesa e fondit. E shumë tjera, por këto janë më rreth 77 projekte. Dhe në fund u krijua një problem i mirë. Pra, ato $30 milion ne i 15 apo 20 fishuam për gjatë 30 viteve. Dhe problemi i mirë që doli është që çdo të bëhej me këtë lek që u krijua këtu në Shqipëri. Dhe ky lek u krijua nga shitjet që ne bëm nga projektet ku ishim. Dhe me një vendim të përbashkët të dy qeverive, u vendos të krijojë fondacioni. Pra
Pra fondacioni ka për endowment, ka për kapital të vetin, të gjitha parat, fondet që janë krijuar nga shitja e projekteve në fond. Dhe ky endowment, i cili sot është i investuar në Shtetet e Bashkuara, është baza e financimit të gjithë projekteve tona. Ndërkohë keni parasysh që edhe këto para që krijoheshin, investoheshin në bordi jon në Amerikë në instrumenta financiare, të cilat kanë prodhuar gjithmonë të ardhur dhe vazhdojnë të prodhojnë të ardhur, të cilat ne mbulojmë një pjesë të mirë të aktivitetit tonë në projekte. Mata, Sarapuli, Mata, gjithmonë është kjo pyetja, ne nuk ju ndajmë dot me njëri tjetrin. Nga ana menaxheriale, sa sfiduese ka qenë që të drejtosh në këtë binom? Nuk i ndajmë detyrat. Ja kemi dalë të funksionojmë mirë. Fakti që jemi pas 25 viteve këtu, bashkë fletë shumë. Unë besoj personalisht që sekreti është që kemi vënë gjithmonë në plan të parë interesin e fondit dhe pastaj të fondacionit. Dhe kur vënë në plan të parë një interes të qartë, të kthjellët, gjithçka që vjen poshtë tij është në funksion të tij. Tash jemi të zgjedhur dhe duhet të punojmë bashkë. Po ne edhe kur nuk ishim të zgjedhur, punonim bashkë. Si vendosni ku ti investoni apo ku ti përdorni këto para për të ndërhyrë? Pra, si vendosni për projektet? Kur morëm drejtimin e fondacionit, si çdo punë e re, ka ato pikpyetjet e vet. Dhe ne bëjmë një analizë të tregut, bëjmë një analizë nevojave, bëjmë një analizë të organizatave të ngjashme, çka kanë të mirë, çka kanë të keqe. Dhe ajo që vëmë re është që në treg nuk është që mungojnë lekët, më shumë mungojnë idetë, më shumë mungojnë modelet e mira, modelet e suksesshme. Kjo na bëri të ndërgjegjshëm për rëndësinë e qëndrueshmërisë të bëri diçka. Tash asnjë nuk mund të mbështesë diçka për gjithë jetën. Të jepet një afat kohë të caktuar që ta krijosh, ta zbatosh, pastaj duhet të ecë vetë. Dhe kjo është pjesa kryesore që ne i kushtojmë shumë rëndësi. Domethënë edhe nga fusha e financimit, kur bën një projekt financimi, ti mendon për momentin kur do dalësh. Se shkollaj t'ja për shlek. Ekzemi është exit. Ajo fjala exit është shumë e rëndësishme. Dhe në rastin e pjesës së fondacionit, ne të fjalën exit e përkthyem në qëndrueshmëri. Dhe ana tjetër ishte që tregu kishte nevojë për modele të provuara, modele të suksesshme. Dhe ne u fokusuam shumë për gjetjen e këtyre modeleve. Dhe po të shikoni me kujdes, shumica mbi 90% e projekteve tona janë projekte të lidhen me një model të caktuar. Kur është krijuar fondacioni, shinat e tij, themelet e tij janë të mirë përcaktuara që në fillim, në statut, në mandatin e tij, dhe sektorët ku ne do të zhvillonim projekte. Dhe janë 4. Pra është arsimi, është sipërmarrja, udhëheqja dhe ekoturizmi apo trashëgimia kulturore. Brenda këtyre që janë të gjera, ne kemi mandatin të bëjmë atë që përmendi Sandri deri tani. Pra të gjejmë modele dhe burokratikisht ka një proces. Të gjitha idet, projektet zhvillohen këtu në ADF. Ne kemi qëndruar larg granteve. Ne besojmë që ja vlen të rrezikosh duke marrë përsipër përgjegjësinë që ti zhvillosh projektet vet. Natyra e projekteve tona ka 2 anë. Ka disa që duken, që pjesën më të madhe e zeng ku ka ndërhyrje infrastrukturore, ka dhe ato që s'duken që janë arsim. Po t'i japim nivel shifrës statistike, ne gati 60% e fondeve i kalojmë vetëm në fushën e arsimit. Arsimi është një investim long term, nuk të jep kthimin shumë shpejt. Kërkon durim, kërkon, siç e thot një profesor i nderuar, thotë mësuesit nuk arrin ta gëzojnë efektin e punës tyre, sepse ai efekt jepet mas shumë vitesh. Dhe shpeshherë jeta aq është, nuk e zgjasin më shumë dhe nuk arrin t'i gëzojnë. Po ky është arsimi. Prandaj, po ndërkohë momenti që je i suksesshëm, ai është transformues, ai është katalitik për një vend. Ne e themi shpeshherë kur bëhet inaugurimi këtyre ndërhyrjeve strukturore, ne me njëri tjetrin themi tash fillon puna. Se përtej këtyre ndërhyrjeve infrastrukturore, përtej fasadës duket, ne merremi shumë me menaxhimin e këtyre zonave. Dhe po të shohësh në gjithë ndërhyrjet tona, që janë pak a shumë në rreth 12 qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Sërgjën kot i numërojmë, por gjithë qytetet kryesore, ne ato menaxhohet nga vetë komuniteti i biznesit në ato zonë.
dhe të krijosh besimin, të organizosh komunitetin e biznesit, gjithë e dini sa e vështirë është. Po aty roli jon ka qenë shumë qëndrueshëm dhe konsistent, për arsye se për te vështirësive nuk ka rrugë tjetër që njerëzit të përmirësojnë jetën e tyre. Po të marrësh piramidën, është një gjë ti diskutosh bokset apo shkallët, dhe është një gjë tjetër po ti hysh brenda dhe të shikosh çfarë ndodh sot aty. Sot aty ka një xhiro ditore të njerëzve, nuk po flasim për vizitor, po flasim për fëmijë, po flasim për të rinj. Dhe jo për konsumator kafe, Pra jo turist. njerëz që Jo, se është kthyer në qendër turizmi. Po flasim për përfitues të dijes, që hyn tek Plug and Play, që hyn te Innovation Hubi, që hyn te Ecole 42, që hyn te Tumo, që hyn te eventet ndryshme që bëhen aty. Dhe aty për herë të parë është krijuar një ekosistem që është nga më modernët dhe nga është më frymëzuesit për atë që do ndodhi nesër me këta të rinj. Po të marrësh Butrintin. Butrinti në vetëm 4 muaj që po menaxhohet sot nga BMF-ja, ka një rritje mbi 400% të ardhurave të veta. Butrinti ka nevojë për sisteme të reja, të kujdesit, të pastrimit, të audios, të shërbimit, të guidës, të ruajtjes së asaj që është, të kërkimit të arkeologjik dhe shkencor që duhet vazhdojnë në të ardhmen. Të gjitha këto ka nevojë për atë model menaxhimi që ti kur shkon dhe viziton Pompejin apo Akropolin, ti menjëherë kupton që ajo fillon që te hyrja, që tek mënyra se si pritet bileta, që te mënyra se si shërbehet, që te mënyra se si rezervon. Këto gjëra janë duke ndodhur dhe impakti që ne shpresojmë do ndodhi në të gjitha këto projekte, ku ADF-ja luan pjesën e vet, dhe ti e the shumë saktë, është ngacmuesi, ne kemi një fjalë që e përdorim këtu, katalizator, është tamam ajo dhe catalytic effect që ne bëjmë. Ti e kupton që Shqipëria i ka të gjitha, vendi i ka të gjitha, ka njerëzit, ka trashëgiminë, ka historinë, ka ekonominë, ka biznesin. Ato duan vetëm modelin dhe atë efektin katalitik që të fillojë dhe të përhapet dhe të përqafohet nga gjithë Shqipëria. Këtë i munduar të luajmë ne si fondacion. Ti më ngacmoj pak në atë pjesën, jo ata vizitorët e kafeve. Ishte një lloj fillimi duke sikur u kthyer në një qendër që ka pak teknologji dhe shumë atraksion për njerëzit për të parë godinën. Kur mendoni që do e kaloj këtë interes fillestar nga turistët dhe do kthehet më tepër një boom energjie dhe produktiviteti? Kur mendoni në harkun e sa viteve ose sa muajve është menduar që të kthehet vërtet një qendër vitale për ekosistemin? Ka një statistikë që të irim numrave korrekt. Të ishte shumë bukur. Është diku tek 12%, ndoshta edhe më pak, e sipërfaqes totale sot piramidës që operohet nga baret dhe nga restorante. Statistika e dytë, 100% e qeras dhe qeraja që paguajnë këto lokale që operojnë këtë sipërfaqe, është sot ndoshta më e larta në tregun e Tiranës, shkon 100% për të financuar fëmijët e Tumos. Ne jemi duke punuar për një aspekt të fundit, ndoshta që piramidës i mungon dhe i duhet. Muzealizimi dhe tregimi i historisë saj. Kemi kontraktuar ndoshta një nga firmat, kompanit më të mira amerikane në botë, e cila ka ardhur, është entuziazmuar jashtëmase dhe po bën gati atë pjesë të tregimit të historisë së piramidës, siç ishte, siç nuk u bë dot kurrë dhe siç do të jetë. Dhe kjo copës shtesë në këtë mozaikun e madh të piramidës do të jetë ajo që do të garantojë ndoshta edhe qëndrueshmërinë financiare të godinës për dekadat dhe vitet që vinë, sepse atë që tha Sandri që parë nuk e luan topi, ne nuk duam të rrimë në projekte për tërë jetën duke financuar. Duam t'i ngrejmë si modele dhe pasi të largohemi ne që aty, ato të vazhdojnë dhe të funksionojnë në bazë të atij modeli ekonomik që është zgjedhur. Pra unë jam personalisht shumë dakord të pranoj një diskutim që ka të bëjë me shihet personale mbi a duheshin bokset apo jo në piramidë, a duheshin shkallët apo jo në faqet e piramidës. Ai diskutim nuk mbaron asnjëherë dhe është i shëndetshëm. Pra ai është një diskutim qytetar i cili i bën mirë njerëzve, banorëve të qyteti, jo thjesht për piramidën, po për cilën do godinë në Tiranë. Sepse ajo përmirëson, finon estetikën, mendimin qytetar.
ADF bashkëpunon me partner. Si përzgjidhen këto partneritete dhe sa vendimtare është ky bashkëkrijim për të pasur sukses në të ardhmen? Në qasjen tonë është që ne duam të sjellim një model, ta provojmë si funksionon dhe mundësisht ai model të replikohet. Normal ne s'mund t'i bëjmë gjithë. Po kush do ta bëjë në vazhdim? Të bëjnë stakeholderët e tjerë. Dhe për të arritur këtë qasje, ne kemi qenë gjithmonë të hapur. Çdo projekt po të shohësh shef shumë logo si pjesëmarrë. Sepse njerëzit po nuk morën pjesë, po nuk e kuptuan, po se ndoqën, nuk mund ta replikojnë. Po ta bëjnë këtu mbyllur, nuk e replikon dot njëri se dinë si bëhet. Prandaj dhe qasja jonë ka qenë gjithmonë gjithëpërfshirëse, gjithë të jenë pjesë. Tu bëhet fjalë varësisht të projektit, bëhet fjalë një bashki, një ministri, universitet, biznese, komuniteti, janë gjithë pjesë e çdo projekti. Domethënë ky është funksioni kryesor. T'ju jap një aspekt interesant të partneritetit. ADF-ja në një farë mënyre është bërë hubi apo partneri, se shkolla është fjalë e madhe, e nxitjes dhe frymëzimit të disa prej ideve më novatore të arkitekturës. Besoj kjo qasja disi amerikane, pra që në çdo projekt nuk e shohim si grant givers, por si ati që fuqizon. Është vendi për të folur për rolin e një pjesë të organizmit tonë të padukshëm shumë, që është bordi. Janë the policy makers, janë njerëz të cilët në jetën e tyre reale janë shumë suksesshëm dhe të realizuar në Shtetet e Bashkuara, me kryetarin e bordit, dhe janë ata të cilët që në fillim e kanë udhëhequr dhe e kanë drejtuar fondin dhe tani fondacionin me këtë vizion. Ti përmendë që para një fjalë të rëndësishme, frymëzimin. Dhe frymëzimi fillon gjithmonë nga shtëpia. Ajo që nuk folëm ne sot në këtë intervistë dhe që mund të jetë një detyrim i fortë për ta përmendur në fund të bisedës, për të shkuar pasaj te përgjigje që si e shohim vendin, është ekipi që kemi krijuar ne këtu. Nëse do të takoheshe me secilin prej punojësve të ADF-s, probabiliteti që do merrje të njëjtën përgjigje, të njëjtin optimizëm, të njëjtën dëshirë për punën, për jetën, për pasionin, do ishte shumë i lartë. Dhe duke frymëzuar familjen tënde, duke frymëzuar ekipin tënd, duke frymëzuar projektet të cilat ti financon, ti krijon një ekosistem, ti ndikon, ti vë tullën tënde në këtë murin e madh të vendit që po ndërtojmë, dhe përgjigja, nëse na pyet ne të dyve, është që absolutisht Shqipëria sot është më me shpresë se kurrë. Zoti Mata, zoti Sarapuli, faleminderit për kohën, për këshillat dhe për gjithë të frymëzim. Faleminderit që ishit në Think Big. Faleminderit ju. Edhe ne ju falenderojmë. Në çdo hap të rëndësishëm apo fazë të rizhvillimi, ADF-ja ka qenë gjithmonë aty, si një partner i besuar i Shqipërisë, gjithmonë pranë me përkushtim dhe vizion. Kjo është nga ato histori që të menduarit big apo të menduarit ndryshe nuk e ka thjesht një slogan, por një mënyrë se si funksionon një organizatë. Është një qasje e cila fillon që nga themelet, por gjithmonë syti ka nga ardhmja. Faleminderit që ishit me ne në këtë episod të Think Big.